Të nderuar shikues, përshëndetje, takohemi me emisionin e radhës Diaspora. Me rastin e 100 vjetorit të lindjes së nënës Terezë, në prezencën e shumë bashkëdhetarëve, personaliteteve të njohura austriake dhe shqiptare, në Graz të Austrisë u bë zbulimi i shtatores së nënës Terezë. Për më shumë, ndjeki materialin vazhdim. Këta dy flamuj që po valojnë së bashku për krah njëri tjetrit, simbolizojnë miqësinë shqiptaro-austriake. Kjo u dëshmua edhe gjatë fundjavës së kaluar me rastin e përurimit të shtatores së nënës Terezë në 100 vjetorin e lindjes së saj në qytetin Graz të Austrisë. Shteti austriak kishte siguruar vendin e vendosjes së shtatores në sheshin Anëstrase të qytetit Graz, ndërsa shoqata humanitare që mban emrin e saj, të përkrahur nga ambasada e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë në Vjenë, si dhe shumë shoqata të tjera, biznesmen dhe bashkëdhetar të tjerë, bën të mundur ngritjen e shtatores së saj në sheshin Anëstrase Diakonigase të këtij qyteti. Kjo shtatore është një vepër unike e skulptorit Ulrich Mertel me dimensione natyrale të nënës Terezë. Në përgjithësi, skulptura është dizajnuar në atë mënyrë që tregon se kjo si personalitet ka pas ndikim ndërkombëtar dhe përmes këtyre flamujve kemi dëshiruar të tregojmë vendet se ku ka vepruar nëna Terezë. Të pranishëm në këtë aktivitet përveç disa qindra bashkëdhetarëve dhe qytetarëve austriak në Austri, ishin edhe Ministri i Kulturës së Republikës së Kosovës Lutfi Haziri, zëvendësministrja e Kulturës së Republikës së Shqipërisë, ambasadori i Kosovës në Vjenë Sabri Kiçmari, zëvendës ambasadori i Shqipërisë në Vjenë, përfaqësues të landit Shtojer Mark, të qytetit të Grazit, si dhe mysafir të tjerë. Në fillim të pranishmit në gjuhën gjermane i përshëndeti kryetari i shoqatës humanitare Nën Tereza në Graz, njëherët organizatori kryesor i këtij manifestimi, Martin Marku. Shqiptarët tashmë duhet jemi shumë krenarë, sepse ne I kemi dhënë botës nënën më të madhe që ka dalë. Sot, në këtë vit që në Kosovë është pall viti Nën Terezës nga Presidenti i Republikës, vlerë që të përshëndes në emën ti, të përshëndes në emën Kryeministrit të Republikës, I cili pashtu mban dhe nën qeveriu dhe që të këj manifestim dhe manifestimet mëdha, veçanti ju që keni kontribu që kjo shtatore madhështore tjetë sot në Graz. Tjetë në qytetin tuaj dhe të na banë jemi krenar. Shoqata humanitare Nën Terezë, veprimtarët e saj dhe kontribues janë meritor për këtë punë. Vendi dashur ku në lindë, sa me mallon ty të kujtoj, kur si sot dashuni nuk njem, shumë për ty Kosovë lotoj. Mutter Teresa ist so wichtig, weil sie jeden Tag, jede Stunde, Nën Tereza është me rëndësi sepse ajo çdo ditë, çdo orë, çdo minutë dhe çdo sekond ka tregu se para Zotit të gjithë njerëzit janë të rëndësishëm. vor dem Herrgott jeder Mensch. Vor lauter
Njëherë në Kalkut, nën Tereza më pa thënë, apo i sheh këta fëmijë, qofshin indus, musliman apo të krishter, të gjithë para Zotit janë të njëjtë. Dhe kjo porosi e saj vlen edhe për qytetin ton. Këtu në Grac, të gjithë fëmijët pa dallim, për ne duhet të jenë të njëjtë. Edhe pse moti lig dhe shiu që ra gjatë këtij përurimi ndërpreu për pak kohë këtë manifestim, ky aktivitet vazhdoi në njërin nga kishat katolike me fjalime të rastit, si dhe me një program të pasur të muzikës serioze të interpretuar nga artist kosovar të muzikës serioze, Luan Durmishi e Bajram Lushaj, të përcjellur me piano nga Pranvera Hoxha. Gjithashtu me disa valle u prezentuan edhe pjesëtarët e grupit të fëmijëve Skënderbeu të ardhur nga qyteza Kafemark. Ishte një kënaqësi e veçantë që një pjesë të Kosovës, një pjesë të shqiptarisë ta kemi në qytetin e Gracit. I falenderoj pashtu të gjithë pjesëmarrësit që kanë gjetë kohë dhe mundësi të jenë prezent në mesin tonë. Më lëni të them, ata që e ka bënë Nona Teresë për njerëzimin, për botën, ato e kanë bërë shqiptarët e Austrisë me respektin ndaj Nonë Teresës. Unë falenderoj zotin Marku, shoqatën, gjithë shqiptarët, gjithë njerëzit, edhe qytetarët austriakë që kanë kontribuar. Vendosja shtatorës së Nonës Teresë në Grac, emnimi i sheshit me virtytin e saj të humanizmit, është vula më e madhe e respektit që na e bojmë vlerës që ka bënë Nona Tereza. Kjo ka dëshmuar edhe një herë që pasazhet e Nonë Teresës këtu në Grac, shqiptarë austriak, por veçanërisht shqiptarët kanë qenë barcës, njerëz të mirë, veprimtarë, patriot, që kanë kontribuar edhe për çështën kombëtare, dëshmon qartë që aja kalon njerëz mbrapa, kalon vlera dhe mbi gjitha respekti që është bërë për to sot është jashtëzakonisht ditë e shënuar për neve. Do të mbetet ditë e shënuar, nuk do të harrohet lehtë. Kjo ngjarje ndodh një herë në jetë, nuk ndodh, nuk përsëritet. Rrit këmisin mes shqiptarëve dhe austriakëve? Absolutisht. Austriakët u treguan të mirë sepse e hapen edhe sheshin. Ata kanë qenë jashtëzakonisht mirë me gjithë proceset që kemi kaluar. Natyrisht, dhonja një sheshit, emnimi një sheshit, me vlerat e Nonës Tereza, me virtytin e humanizmit që ka pasaja, edhe vetë ftyra asaj ka me rrezatu prezencën tonë, prezencën e humanizmit dhe prezencën e bamirësisë. Nën Terez, o nëna jo, drit do mbetesh për gjithmonë, ylli paqes dhe mirësis, pjesin bon i dashuris. Fjala jote mirësi, fjala jote i dashuri, ti u lule gjithësis, pjesin bon i dashuris. Nën Tereza, Nën Tereza, ti o gogje e shqiptari.